Boni kujdes nesër vllazën e motra pasi që Gjermania ndez alarmet pra dhe paralajmëron nga një mot shumë i keq. Dhe ju bën thirrje të gjithë qytetarëve që nesër t'i shmangën pra hapësirave pra të jashtme publike, mos t'i lejoni fëmijët në përparqe vetë të dalin, por madje edhe të rriturve ju bën thirrje thotë që të shmangën pra nga ambientet e hapura nesër pra të jenë gjatë ditës pra në për shtëpi e kështu me radhë. Pasi që pritet me të vërtet të jetë një mot thojnë aq i ashpër, me vetim, murmurim, pra madje thot edhe era të forta që mund t'i quajmë sikur tornado pak më të vogla. Une e poshtë arsyeshme që ju ftoj të gjithë dhe për atë arsye dhe ju ftoj t'ja dërgoni këtë video që ta shohin të gjithë se zonat më të preka du të jenë pra zona Berlinit, zona Zaksen, Niedersachsen, Thüringen, por nuk e lën anash as zonën e Bayernit, pra dhe shkon në drejtim të Pragës, pra kjo erë e ky mot i keq. Prandaj vllazën e motra bani shumë kujdes. Unë ju përshëndes të gjithëve me respekt. Muhammed Bajram Mehmeti, kaloni sa më mirë.